përfaqësimin tonë në nivel komunal. Lëvizja Besa shquhet për sukseset e veta, për ndryshimet që ka sjell, për punën e madhe që ka bë në pushtetin lokal, në komunën e Zhëlinës dhe në veçanti në komunën e Tetovës. Aspiratat dhe pretendimet tona janë që funksionarët tonë duhet ta bëjnë maksimumin për të qenë më efikasit dhe për të qenë në nivel të detyrës për të përfaqësuar shqiptarët edhe në ekzekutiv. Dhe për rrjedhoj të kësaj, edhe unë, edhe ministri në fjalë, edhe gjithë funksionarët, ministrat, zavendës ministrat, drejtorat, do duhet të i nënshtrohen një procesi të skanimit dhe të vlerësimit të punës të secilit një nga një, dhe në rast se nuk kanë arrit objektivat që i ka ngarkuar, ose pretendimet që i ka subjekti, personat cilët nuk e kanë realizuar atë aspirat tonën dhe duhet të hapin rrugën dhe të lënë hapësirën personave tjerë të cilët do të jenë edhe më efikas. Kjo ka ndodhur edhe në Tetovë, ne kemi bërë ndryshim të drejtorave, kemi bërë edhe këmbim të disa pozitave, dhe kjo gjithmonë në sensin e asaj që ne të bëjmë më të mirën e mundshme.